Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për konfliktin, luftën në lindjen e mesme, për zhvillimet që pritet të ndodhin në samitin e NATO-s, por edhe atë që mund të ndodhë në rajonin tonë në Ballkanin Perëndimor. Do të flasim me zotin Seb Bytyçi, njohës mjaftimisht zhvillimeve ndërkombëtare, i cili ndodhet në Londër pranë Angli. Zoti Bytyçi, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit. A mund të flasim për një paqe të brisht apo mund të themi që është arritur plotësisht edhe pas konfirmimit të dytë të Trumpit edhe ultimatumit, sidomos më shumë për Netanyahun, sepse Irani duket se u bind më shpejt. Po është një thënie që në lindjen e mesme çdo armpushim është i përkohshëm apo çdo marrëveshje paqe është e përkohshme. Edhe tash më u dëshmua më njëherë që bëhet fjalë për një paqe të brisht apo për një armpushim të brisht, pati akuzat forta për thyrjen e armpushimit, domethënë qysh në fillim. Dhe është një traditë, nëse mund ta quajmë ashtu, që kur ka kësi lloj armpushime, ato zakonisht nuk respektohen plotësisht. Dhe palët mundohen që të arrijnë ndonjë fitore të paktën morale deri në sekondën e fundit dhe vazhdimisht gjithashtu shoqërohen edhe me akuza dhe kundër akuza, këto lloj armpushime dhe thyrjet e armpushimit. Mirë po, është e mundur që të vazhdoj armpushimi paktën për një kohë të caktuar, dhe tash mbetet të shihet se sa ditë apo sa javë do të zgjat. Mund të flasim këtu për një fitues? Edhe a ishte ky fundi i vrullit të Netanyahut pas asaj që u nis më saktë në Gaza, Hamasi, Hezbollahu, Houthi, edhe në fund fare Irani. Ky është fundi dhe a mund të flasim për një fitues në këtë treshe? Edhe SBA thotë që unë shkatrova, Irani thotë unë përgjigja, Izraeli po normalisht me retorikën e shkatrimit të centralit bërthamor. Po nëse shohim në një kontekst më të gjerë, mund të thuhet që Izraeli është fitues dhe Irani është humbës, sepse kemi të bëjmë edhe me sulmet ndaj Hezbollahut që e kanë dëmtuar shumë Hezbollahun, që është pra partia e mbështetur nga Irani në Liban. Kemi të bëjmë me dëmtimin e Hamasit, kemi gjithashtu edhe ndryshimin e regjimit në Siri, që e ka kufizuar tepër shumë mundësinë e Iranit për t'i financuar grupet siç janë Hezbollah dhe Hamasi, apo për t'i mbështetur ato, për shkak se është për një shkputje territoriale me ndryshimin e regjimit në Siri, dhe përfundimisht sulmet ndaj Iranit dhe ndaj kapaciteteve nukleare të Iranit. Nëse gjitha këto shihen pra në një kontekst më të gjerë anal, atëherë qartë kemi të bëjmë me një dobësim të pozicionit të Iranit dhe një fitore të Izraelit. Pastaj edhe futja e SBA-s në luftë kundër Iranit gjithashtu mund të quhet një fitore e Izraelit apo e Netanyahut. Në gjykimin tuaj, Rusia me Kinën e lanë vetëm Iranin? Po, në një farë mënyrë po, por nuk është diçka e papritur, sepse Rusia zakonisht nuk i respekton aleancat dhe nuk i mbështet shtetet Putin tha që e miratuan parlament memorandumin vetëm kur filloi lufta që kishin me Rusinë. Është domethënë gjithashtu Putin u arsyetua se Izraeli është një shtet rusisht folës, domethënë se ka arsyetime të ndryshme për nëse mund të themi lënien në lloj të një aleati, por që është tipike traditë ruse që i braktis aleate, domethënë kemi
kohëve të fundit rastin e Armenisë, e cila u braktis në momentin më të vështirë, por edhe në thojza aleat tjerë të Rusisë, të cilat domethënë Rusia nuk i ka ndihmuar. Dhe në anën tjetër Kina zakonisht ka një strategji të tillë që nuk ndërhyn drejt për drejt, të vërgon nga larg dhe në çfarë do situate, domethënë niset nga parimi se çfarë fiton Kina dhe tenton që të dalë fituese në çfarë do situate, edhe pse ndoshta ka ndonjë përkrahje për një shtet apo disa regjime të caktuara, shtete të caktuara, ato shtete nuk mund të llogarisin në përkrahje direkte nga Kina, dhe sidomos jo përkrahje ushtarake. Regjimi nuk ra në Iran, por Trump shkon si triumfues në samitin e NATO-s. Tashmë i bie që kryefjalë do rikthehet përveç debatit për buxhetin 5%, pra për rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen ushtarake, mund të themi që rikthehet sërish Ukraina, edhe pse Trump është munduar që te agenda ta shmangë. Po, nëse ka një arpushim në Iran, atëherë ndoshta është më e mundshme që vëmendja të rikthehet te Ukraina. Urojmë që të mos ketë një se më thënë humbje të jetëve civile që do të bënte domethënë atë vëmendje më urgjente. Por po, Ukraina duhet ketë vëmendje, sidomos në Evropë dhe në çfarë do forumi të NATO-s apo forumi perëndimor, Ukraina duhet të jetë prioritet numër 1. Mungesa e një angazhimi afatgjatë direkt në lindjet mesme, domethënë për SBA-n, sigurisht se i liron kapacitetet e SBA-s për të marrë me zona tjera apo me konflikte tjera. Dhe kjo u pa, domethënë edhe pas daljes nga Afganistani, SBA-ja ishte në gjendje edhe në fakt që të ndihmojë më shumë edhe Ukrainës. Tash nëse futet në një angazhim më afatgjatë në Iran SBA-ja, sigurisht se ka më të vështirë që të merret me konflikte tjera. Por si duket nuk ka shumë apetit që të ketë një angazhim të tillë afatgjatë në lindjet mesme. Tash mbetet të shihet. Po për Rusin, ky mund të themi që është moment jo shumë i favorshëm, sepse fillimisht i iku Siria, iku dhe Irani u dobësua, tani mund të themi ndoshta që s'ka më çfarë ta ndihmojë Rusin në një front në Ukrainë. Kina ju e thatë që nuk ndërhyn, po nuk nxori përgjigje nga pyetja sa çfarë fiton Kina. Tashmë Rusia në konfliktin në Ukrainë me ato që ndodhi në lindjen e mesme, pra mund ndikoj konflikti siç u mbyll në lindjen e mesme të ndikoj tek ardhmja e vendimit për Ukrainën?